Kur thirret ezani, ka thonë Muhamedi alayhi salam, ik shejtan qaq larg derisa nuk e nin ezanin. Kur të kryet ezani, kthehet apet. Kur të thirret ikameti, ik derisa nuk e nin ma. Si të kryet ikameti, kthehet apet. E kur t'ja nis njeri më fal, i vjen shejtan edhe i ban vezvese. Edhe shkon të ja kujtu gjanat kur është u fal, derisa i pështillën nuk e din sa ka fal. Sa recate i ka fal. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, në qoftë se nuk e din sa recate i ke fal, atëherë bani 2 sejdë kur je ulën. Do me thonë, i ban edhe 2 sejdë kur je ulën, i ban edhe 2 sejdë. Kështu ka thonë Rasuli alayhi salam, nëse shejtanit ban pasigurt se ai ke fal 3 apo 4. Ai çka po du me thonë e shef o musliman, prej ezanit ik shejtani, prej ikametit ik shejtani. Kur të vjen koha e sale, thirr ezanin, një në shpe, thirr ezanin. Thirr qysh dishti, mos u mëna kjo me zbukuru zanin, kjo nuk është gjithë qysh që ti do të me pa zanin e mirë për me thirr ezanin. Jo, musliman. Qysh ta ka dhënë Allah zanin, që është të thirr ezanin. Thirr, por me shpresë që mi largu shejtanat për shtëpiat tona.